Për ditën e dytë të së pamës së Haxhi Thaqit, familjarët pritën e përcollën qytetare e personalitetet të shumta. Në mëngjes për ngushëllime shkoi ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa bashkë me nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, si dhe anëtaren e kryesisë së kësaj partie Vlora Domushi. Nuk mungoi as djali i presidentit historik Ibrahim Rugova, Uku Rugova, por edhe akademiku Recep Qosja. Në palestrën sportive Ilas Kodra në Skenderaj, për krye shëndosh, erdhi edhe ish nën kryetari i OVL-UÇK-s, Nasim Haradinaj, e drejtues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkaq, numri i madh i qytetarëve ishte gjatë gjithë të së enjtës. Ne erdhëm nga vështëria që në emër familjarët tonë që shprehim ngushëllime, sepse ka qenë një baba i mirë, një baba që janë gjithë baballarë shqiptarë që gjithmonë kanë ditë me dhonë njerëz të mëdhenj për këtë shtet.